Miqdashur, tash e një javë ka filluar Big Brother VIP Kosova 4, i cili tashmë pothuajse është bërë ndër formatet do të thoja më të shikuara në vend, edhe e krejt vëmendja është tek loja e banorëve, tek dinamika, çka do të ndodh, kush do të shkojë deri në finale e shumë çka tjetër. Dhe ne asesi nuk mundemi me kalu pa e komentu pak në gjesi. Vazhdojmë, do të lidhemi direkt me Redion Shtylla, gazetar, i cili është duke i parë pothuajse gjitha zhvillimet në Big Brother VIP Kosova. Do të flasim pak për tensionet, për dinamikat, për lojtarët e shumë çka tjetër. Uroj që Redionin tashmë e kemi. Mirëmëngjesi Redion, nëse po më dëgjon. Mëngjesi Fortesa, shumë kënaqësi ta nisim këtë mëngjes bashkë, edhe pse me pak orë gjumë se banorët nuk të lënë, por si të qoftë shumë kënaqësi. Ke qëndruar deri vonë duke e parë Bigun brëm? Sigurisht ishte një prime ku kishte shumë dinamika, shumë emocione, nominimet e para, largim nga loja, kishe gjithçka i prime dhe do doja që ta shikoja edhe pas prime se si do ishin banorët me njëri tjetrin. Mirë, po çfarë ndodhi pas prime-it për gjithë ata që nuk e kanë parë, gjithë ata që kanë shkuar të flenë sikur on këtë rast, a? Sigurisht ata ishin lehtëmi të lodhur, kjo gjë u vërejt edhe gjatë prime-it me ato emocionet e forta që kishte edhe rrëfimi e Lionës për edhe nominimet e para, pra ka filluar ajo gara e fortë tani midis tyre se ishin në ato ditët e para duke bërë ato gacmimet me njëri tjetrin. Tani loja realisht ka filluar dhe kanë ndezur motorët ata që duan të bëjnë lojë, kus ata që kanë ardhur thjesht për të fjetur gjumë do ta vijojnë këtë rutinën dhe këtë traditën e keqe. Mirë po, Redion, çfarë përshtypje të lë Bigu që nga fillimi deri tash? Është ndryshe nga sezoni i kaluar? Është më dinamik, është më i qetë, si? Sigurisht sa herë vjen sa Big Brother dhe vinë është ai presioni për të prodhuar dhe për të qenë në qendër të vëmendjes, për të shkaktuar debate në shtëpi, për të qenë ti ai që lëviz shtëpinë, siç është lëndrimi që nuk pushon asnjë sekondë, është ai elektroni i shtëpisë, por pak a shumë janë të njëjtat situata dhe të njëjtat variante të personave, por sigurisht ata janë në personalitetet e tyre, por deri më tani nuk ka asgjë të re, përpos një lloj adrenaline dhe një lloj zhurme që kemi parë dhe në edicionet e shkura, por jemi vetëm në javën e parë dhe presim se çfarë do të sjellin ndryshe këtë vit këta banorë. Mirë po, cila është dinamika që po dominon më shumë në shtëpi? Konfliktet, këto flirtet që kanë filluar tashmë apo? Janë dy anë, kemi këto flirte që janë përhapur në mas, kemi Edin dhe Dolcen, që nuk e di se si do ta përjetoj Edi kur Dolce të ikin në Itali, mund t'ja rrëmbej dikur zemrën atje, ndoshta edhe nuk rikthehet, edhe pse vizita e saj në Grande Fratello në Itali do t'jetë vetëm për një javë, por siç e kam komentuar, se e kam komentuar paksa me gjuhë të egër raportin e tyre, po ishte shumë shpifës mënyra se si lëpieshin, në vetëm 5 ditë mund të kenë ato tërheqjen, por sigurisht në një lojë ti të bësh gjithçka për të qenë në qendër të vëmendjes, por nuk e shikoj si një lloj çifti apo një lloj raporti që mund të ketë një lloj interesi apo mund të ketë një lloj impakti në lojë, se janë dy persona që nuk i shikoj tamam lojtar të fortë, por thjesht po i shijojnë dhe po kënaqen me njëri tjetrin. Ato provokimet, bullizimet, le të themi, po krijon ato dy grupet, aleancat, edhe pse ka lojtarë që duan të jenë lider dhe ka disa që duan të jenë pjesë e grupeve, pra po zhvillohet loja shumë shpejt edhe duke sikur jemi në mesin e Bigut dhe jo vetëm në 10 ditën e parë të këtij edicioni. Mirë po, se e sheh ti personalisht këtë afërsinë mes Dolçes edhe Edit, të duket paksa e ngutur? Apo gjithçka normale të pas parasysh formatin e Big Brother, me që janë të izoluar pothuajse 24 orë bashkë dhe pothuajse sikur koha atyre ju ecë ndoshta pak më shpejt se sa ne që jemi jashtë? Mund të ndikojë edhe kjo, mund të quhet edhe kjo, pasi aty 24 orë mund të duket si një muaj, por sidoqoftë edhe Olta ja tha në opinionin që ja tregoi në lidhje me këtë raport Dolçes që je fokusuar tek Edi dhe ke harruar që je banore dhe je konkurrente në ato lojë, me sa duket Dolce ka ardhur thjesht për ta shijuar dhe për të marrë pak famë, për të qenë VIP më pas kur dali nga shtëpia. E kam thënë dhe thash që nuk më duket një raport i bukur, por se mund të kenë një lloj kimie fizike, një lloj afeksioni, më shumë nuk e shikoj dhe
do doja, të gjithë do donim që të shikonin një marrëdhënie që tu ndërtonte nga fillimi e bukur, e sinqert, por është e vështirë në një lojë ku ke edhe banor të tjerë që të gjykojnë, ke opinionistë që të gjykojnë, është ai presioni jot, meraku për familjarët, se Dolce kishte merak që mos e shikonin prindit të pinte cigare, këtej del me bikini, këtej plaqitet me Edin, pra edhe ti vetë nuk e din se çfarë don ato lojë, por sidoqoftë, edhe pse për të tjerët mund të jetë një çift i lezetshëm apo thjesht mund të kenë një lloj kimie normale, një lloj flirti, Dolce është rritur në Itali dhe ndoshta e percepton në mënyrë tjetër lidhjen, pra që të ketë një lloj flirti, një lloj, le të themi, kënaqësie apo një lloj shoku të ngushtë në këtë rrugtim, aq sa ka për t'i zgjatur asaj. Mirë, po ka dikush që po të zhgënjen, nëse mund të them kështu, nga banorët, cilë ndoshta ke pritur një lojë më ndryshe, ata ndoshta po performojnë ndryshe aty? Shkurtën, të gjithë e kemi parë në për emisionet, duke dhënë opinionet e saj, një grua e fortë, por në meritimin e saj brëm në Big Brother, nuk më pëlqeu, përpose po pllaqiste me Çoçakizin në përgoj, nuk është se dha një gjë të bukur dhe erdhi direkt në një sulm ndaj Elionës, për mua ishte e gabuar ky lloj sulmi që po i bëhet asaj, pasi nuk është ajo lojtare më e fortë që duhet të godasin ata me njëri tjetrin, nuk e di, ndoshta ka qenë një lloj narrative e drejtuar dhe nga produksioni, pasi mund të ketë parë vetëm pjesën e Elionës, shkurta ku ka qenë tek kapsula e izoluar, se erdhi direkt duke i kërkuar një lloj llogarie pse ti u kënaqe apo pse ti the që shkurta doli duar bosh nga Big Brother. Nuk më pëlqeu sulmi, pastaj ai skenimi i llaptarshëm me Labinot Rexhën mbrëm që ti ke ardhur për mua, unë do ta paloj ty, është thjesht një show midis të dyve, si kemi parë shpesh në për emisionet të televizive që të grindën me njëri tjetrin, që të kenë një lloj polemike, dhe pse shkurta i tha Labi që ti vdes për vëmendje, të dy e kanë këtë lloj manie për vëmendje. Do të shikojmë nëse do të sjellin një gjë ndryshe apo do të jenë përsëritës Labi dhe shkurta, por realisht e prisja shkurtën më të drejt për drejt, ajo po humbet Prime-et, nuk po tregohet e zgjuar në Prime, po tregohet hygjertat duke mbajtur atë qëndrimin e saj që është ulur aty si në vend të parë, edhe Olta ja dha një lloj drejtimi që shiko se ti po krijon një grup, edhe kjo gjë është shumë e bukur kur ti merr një lloj mbështetje dhe banorët pastaj vin pas teje, e prisja më ndryshe shkurtën, por shkurta do dalin në rrënjët e saj, sado që ne mund ta cilësojmë si një grua të fortë, nuk është shumë e zgjuar në lojë. Pra sjelljet e shkurtës, po besoj që me aq sa po kuptoj, nuk kanë qenë shumë ose shumë për lavdot sipas teje. Po nuk është se përfshirtu Elionën, mënyra se si ajo u sol me Elionën, pastaj duke vazhduar edhe me futjen e Labinot Rexhës, si mendon raporti mes tyre mund të jetë diçka, nëse mund të them, e koordinuar, e dakorduar paraprakisht, apo është vërtet ashtu sipas teje? Po patjetër. Se me aq sa unë pash, shkurta ishte bukur shumë e tensionuar karshi Labinotit. Ne dim që tensioni aty edhe mund të amplifikohet dhe mund të krijohet, nëse realisht ajo do të ishte aq shumë e prekur për të treguar zonjë, do ta priste, do t'i thoshte ulu, se Big Brother zgjat, nuk do të mbaronte sot edhe shkurta duhet bënte këtë lloj drame të llatarshme alla Alba që e kishim Prime-in e shkuar. Mendoj që është një lloj skenari, pra që i erdhi një lloj materiali në dorë dhe tani ajo do ta shfrytëzoj me histori nga jashtë, edhe pse mua ata që përdorin histori dhe ngjarje nga jashtë nuk janë lojtar të fortë. Lojtari i fortë është ai që krijon terren aty, krijon dinamika, polemika dhe ka një lloj lufte brenda me banorët dhe jo me histori nga jashtë, se ç'na duhet ne, se çka ka pasur shkurta me Labin, ne na duhet se si ata të ndërveprojmë me njëri tjetrin aty, dhe nuk është normale kjo lloj qase që gjithmonë edhe më shumë gjërat nga jashtë ndikojnë brenda një loje, se nuk janë as të le të themi në sytë e publikut, as nuk janë të mirëkuptuar apo nuk janë shumë të mbështetur, por sidoqoftë do të shikojmë nëse do të ketë se kush do të fitojë këtë betejën e shkurtës dhe Labit. Por Labi është i rrezikshëm, e pam dhe mbrëm që ishte një lloj stili Alba 2.0, e kemi parë kudo në për emisione me protestën që bëri, që e ka të dëshirën e madhe për të treguar dhe për të bërë lojë. Ka thënë që do të nxjerrë të gjithë të zezat e kolegëve të tij, mbetet për të parë Labi. Çka pret nga Labi?
E kam thënë Shef që do të shkoj deri në fund, apo do të qëndroj pak, apo ndoshta nuk ka me mujtë me mbajt shumë atë balancin, nëse mund të them kështu. E kam thënë dhe herë tjera, ky lloj protagonizmi për të treguar historinë tënde një format ku ti nuk e din se si do të pres publiku, se paka shumë jemi mësuar me lojtar që burra që të kenë një lloj qëndrimi dhe jo të bëhen silabi që zvarriten për të treguar dhe për të thënë se kush jam unë, pa diskutim ai është me energji të reja, ka studiuar banorët, do ta shikojmë se me këtë do të gricet, a do të jetë lojtar i zgjuar apo do të jetë lojtar emocional, siç u tregua mbrëm shkurta, siç e përmendëm. Mbetet për të parë labi, edhe pse ka një lloj deliri për qenë ai në qendër të vëmendjes apo për të treguar vitet e tij të eksperiencës që i ka shumë të vyera dhe i tregon kudo që është, edhe ato le të themi gjërat e këqija, siç ishte futja në Arkivol që përmendi një herë që ja ka bërë një koleg, pra ka shumë për të treguar, por nuk e di nëse publiku do ta përqafojë, edhe pse ai ndoshta nuk mund ta kuptojë këtë, kuptimi vetëm është kur të jetë në televotime të ngushta, pra ku do të ngushtohet rrethi për të rrezikuar ai për të dalë, apo jo, aty do të kuptojë ai nëse loja e tij apo qasja është e pranuar nga publiku, edhe pse ai se ka përmend shkurta e ngacmoi paku thanë atë protestën tënde me 3 persona, pra ato gricet janë, edhe pse për mua është një lloj skenari, se nuk u kuptoj se çfarë ka kaq shumë merak shkurta që le të themi ja pasa bërë për borxh labi, por do ta shikojmë në ditët në vijim. Besoj që sot ku zgjon nga gjumi i shkurta do marrë atë flamurin, se është shumë e karikuar përveç faktit se u shpasi e preferuar në një farë mënyre që shkoi tek kapsula dhe do të ishte treguar më e zonjë siç e përmenda. Redion, mbrëm po ashtu edhe Eliona pati rrëfimin e saj dhe sigurisht që përpos banorët brenda, opinionistët, moderatorët edhe shumë kë prej publikut, ndoshta e ka bërë më emotiv, më të ndjeshëm edhe ka përqu emocionat forta të gjithë përpos asaj personalisht. Si mendon që ky rrëfim i Elionës mundet ndoshta me ndru perceptimin e publikut karshi saj, që ndoshta ta shëtutje me pa me një sy tjetër, apo historitë mbeten histori sado që janë të dhimbshme, që tërri shpirtin dhe tregojnë se sa e fortë është Eliona, vetëm një vajzë 18 vjeçare që ka përballuar në ato shtëpi, ato ngacmimet e para, bullizimin, ato prekje që i bëri dyshja Alba dhe Benita, që u tregua shumë e fishme dhe nuk e shndërroi në një dramë, nuk e di nëse dikush do t'ja bënte Albës të si do të vepronte Alba, nuk e imagjinoj dot një lloj llatarie nga Alba, besoj që do të bënte, por tregoj që është një vajzë me këmbë në tokë, edhe pse jeta e ka përballur me këtë fatkeqësi, me këtë lëndim të shpirtit që tiki nëna dhe motra në një aksident tragjik. Besoj që u çlirua mbrëm në atë rrëfim shumë prekës, ku dhe opinionista Eleonora Jakupi foli për një dramë të saj edhe të gjithë lotuam dhe u mërzitëm nga kjo lloj fatkeqësie, por kjo është jeta, vazhdon, edhe besoj që forca e Elionës do të jetë në lojë, edhe pse ajo nuk e ka treguar viktimizimin. Në rrjete kam lexuar disa komente që ajo është një tinxare, por në ato lojë askush nuk është ngjot për atë gjithë të të lozën në një formë apo në një mënyrë tjetër. Nuk e kam parë që Eliona të fshihet në pektun e viktimizimit, se t'ja përmendësh mamin, edhe pse Benita e shpjegoi që nuk ja thanë atë kontekst për nënën e saj, po për hyrjen. Redion, këtu dua të ndërlidhem. Si mendon, ka pas është vërtet kjo që Benita nuk e ka ditë, do të thoja kështu thënë troq, nuk ka ditë asgjë rreth rastit Elionës, apo është mundu mandej ndoshta me u paraqit si e tillë? Është shumë e vështirë që ne ta dimë të vërtetën, edhe unë personalisht mund ta kem hasur videon e Elionës, por nuk e mbaja mend se ishte ajo apo. Se megjithatë, po ndërlidhem këtu te video, gjithë e kemi pa videon e Elionës. Besoj ata që jetojnë në Kosovë, besoj që e kanë parë, se ka qenë një rast shumë i bujshëm, por u pa dhe mbrëm që Benita lotoi, u pa e mërzitur, ndoshta e preku për atë që bëri, por e shpjegoi që e kishte për hygertën, se i thrasi mami. Nuk besoj që do të kalonte në ato pikë aq shumë të ndjeshme dhe që të bënte këtë gabim kaq trashanik Benita. Uroj që të ketë qenë realisht për hygertën dhe jo
për ta prekur Elionën tek pika saj dopa tek nëna e ndjerë. Kur jemi tek Benita, u përmend po ashtu edhe Alba, si duken këto dyja, me gjas me aq sa vërejt të mbrëm, kanë filluar pak sa të distancohen, nuk e kanë ndoshta atë afërsinë sikur në ditët e para. Patjetër që po, Benita i mori mesazhet si nga banorët aty brenda, si nga opinionistët, por edhe nga, le të themi, nga gjyqi publik që u bë në Prajmin e shkuar për gjithë ato veprimet e gabuara që kishin bërë me Elionën, dhe e kuptoj që nuk ka qenë rrugë e dur ajo për të ngacmuar dhe për të qenë një lloj gangstere në ato lojë se publiku të nxjerr fishek jashtë dhe nuk e do këtë lloj gangsterlloku tek një vajzë kaq shumë e re si Benita, dhe nuk është e nevojshme për ta përçuar këtë lloj fryme edhe tek ata që të ndjekin, sidomos tek të rinj, që është një qasje e gabuar që ti të bësh një lojë kaq shumë, le të themi, me këtë lloj presioni vetëm në ditët e para, mund të jetë e kuptueshme në mesin e Big Brother, por jo në ditët e para, e lloj përndjekje që i bën ato duke i kërkuar llogari për gjëra që ishin absurde. Benita i thoshte ti ke diçka me mua personale nga jashtë, pra janë edhe pak bosh nga me tek kres këta banorë, se nuk din ndoshta qasje se si të luajnë ato shtëpi për të ngacmuar njëri tjetrin, dhe nuk e di pse disa si Alba, Eliona dhe Shkurta kanë kapur me ndjes Benita, Alba dhe Shkurta kanë kapur me një vajzë të re si Eliona, por ndoshta e kanë parë që ajo është një lloj faktorizimi që i nxjerr ata në Prime, por i nxjerr gabim, si i nxjerr si bullizues, i nxjerr si përndjekës, i nxjerr si lëndues, edhe i nxjerr si njerëz që nuk kanë shpirt, siç u tregua mbrëm Shkurta, ku pak a shumë u përfol edhe në Prime e shkuar historia e Elionës, edhe Shkurta erdhi se ka moshën e nënës së ndjerë të Elionës dhe erdhi aty për ta sulmuar dhe për t'i kërkuar llogari. Erdhi shumë e ngrefur Shkurta, por do të shikojmë se sa kohë që do të ketë për ta përballuar lojën tani që është nxehur dhe motorët e banorëve që po ndahen në dy grupe. Pra Hygerta mund të ketë grupin e saj dhe Londrimi mund të ketë grupin e saj. Shikojmë se ku do të pozicionohet Shkurta, por edhe ato banorët e tjerë që shikojnë me interes dhe që e kanë atë peshën e një lojtarit fort. Redian, mbrëm, është publikuar pra një video e Albës, derisa ajo ka qenë në dhomë të rëfimeve, derisa ka qenë ndoshta emocionuar edhe e lirshme, nëse mund të them kështu, ka qenë pra në një rëfim, nëse nuk ka bëj përballë psikologut apo jo? Po. Edhe mandej u publiku gjë që si pasaj nuk ishte duhura, edhe me sa po ashtë nuk ishte shumë e përshtatshme për të. Si mendon, ka bërë mirë produksioni që e kanë nxjerrë një video të tillë, pra një gjendje të tillë siç ka qenë Alba? E cila me gjas ka qenë e bindur se ajo video është me saj dhe produksionit, pra nuk do të shfaqet në publik. Po banorët aty duhet të jenë të zgjuar dhe të vetëdijshëm që çdo gjë që flitet në atë shtëpi do të vi dita që do të publikohet, pasi kjo është loja. Çdo gjë do të jetë transparente, edhe pse dhoma e rrëfimit është si kish, është e shenjtë dhe nuk duhet të tregohet se çfarë ndodh midis banorët dhe produksionit, apo dhe në raste konkrete si psikologu apo dhe personat të tjerë, por Alba kështu është, Alba shpërthen dhe pendohet në ato që thotë, e pam që rrëfeo për një histori, për një ndjenjë që as emri nuk ja tha dhe as personi nuk e zbuloi. Kemi parë dhe Linda Nërej që doli mbrëm, që kishte edhe kjo një lloj shpërthimi që u çudit kur produksioni ja tregoi herën e shkuar. Pra ata janë të vetëdijshëm që janë në një shtëpi ku çdo gjë që flitet dhe bëhet tregohet. Është pak e vështirë të ketë privatësi në një lojë ku ti duhet të jesh transparent në sytë e publikut dhe publiku duhet të shikoj ty në çdo situatë dhe në çdo gjendje. Mirë, po ku jemi u përmend edhe Linda Rej, pse saktësisht sipas teje çka ndodhi? Pse duhet të dalë ajo nga shtëpia? Atëherë ajo doli nga shtëpia që në Prime-in e parë tregoi që kishte një problem shëndetësor me diabetin dhe që nuk po merrte mbështetjen le të themi shëndetësore dhe të duhur nga produksioni për ta mbajtur në normat e duhur një sëmundje si diabeti. Edhe në ato orët e para të fillimit të Big Brotherit, unë e komentova që ku është Linda, pse është zhdukur, pra nuk ka qenë sipas saj një lloj mbështetje nga produksioni. Mbrëm ajo doli hapur duke akuzuar që ju më keni mbajtur me mashtrime këto ditë që do të vija aparati
me atë si diabeti, ndërkohë që unë po vuaj dhe nuk jam e aftë fizikisht, as nga ana mentale, kam kërkuar psikologë edhe pse u kritikua paksa, le të them, qasja e dinit duke u shprehur që shiko se ke pasur teka, ja u shpreh që nëse shëndeti dhe smundja është tek, atëherë çfarë mbetet më pas, por e kam parë lindën jo shumë të përfshirë në shtëpi, jo shumë, le të themi, lojtare. Kam bërë dhe një reagim paksa të fortë që duke ditur që ti ke një sëmundje apo që nuk je në kushtet e duara fizike për të përballuar një lojë si Big Brother dhe nëse produksioni të ka premtuar ty që do të mirëmbaj shëndetin tënd dhe do të kujdeset, atëherë në të dyja anët janë gabim. Ti që futesh në një lojë ku e din që është e fortë, nga ana tjetër produksioni që të thërret ty dhe duke ditur problemet shëndetësore që ti ke, duhet të ishte përgatitur për t'i ofruar të gjithë dhe për ta pasur, le të themi, rrugtimin Linda Rej sa më të mirë dhe sa më kushte normale, por është shumë e çuditshme ky lloj shpërtimi i Lindës, nuk e di nëse u ndikua nga mesazhi i partnerit të saj, nuk e di, javën e shkuar ku ai i dha një fije shpresë për një lloj ribashkimi, ose ndoshta Linda nuk është gjetur komfort në atë lojë, nuk ka gjetur veten ose nuk ka qenë shumë e zonja për të prodhuar situata, për të qenë në qendër të vëmendjes, se debati që pati me Bia nuk është se zgjoi shumë peshë, nuk është se ishte diçka e bukur për të parë, pra nuk e kam parë shumë lojtare nga ana tjetër Lindën. Redion, ke dikë favorit nga banorët aty? Favorit jo, se... Nuk isha ndalë në aspektin personal, mirë po sipas opinioneve tua ndoshta, kush ka potencial të shkoj tutje, ose të shkoj më saktësisht deri në fund? Po mbrëm u tregua dhe nga opinionista Olta që lëndrimi është ai që ka zgjuar shtëpinë, që bët situata që është i zgjuar, që din se si të provokojë dhe të nxjisë debate, ka të energjinë e jashtëzakonshme në shtëpi, maturia Hygertës që është e zonja në prime, që banorët nuk e kuptojnë që ti duhet të jesh dinamik në prime. Alba e kupton, po është shumë e bajashme se flet me formula, Mozarti, nëse ndjenja e thellë do të fuse në të brendshëm pa bërë një çorap të gjithë atë që thot, për mua më e thjellët dhe më e arsyeshme që ka zënë atë qoshtin është Hygerta. Paka shumë të janë banorë, të tjerët prisja shumë që të shikoja i Brodelin, edhe pse disa thonë që është si një kopja i Gjestit, ai është shumë kreativ në atë që prezanton në punën e tij edhe në shtëpi me veshjet, por nuk e di pse është shumë i tërhequr dhe nuk e shikoj shumë dinamik në lojë. Toni po më çudit, një djalë edhe pse ka 2 fëmijë, vajza 12 dhe djali 9, po tenton që të krijojë një lloj marrëdhënie me Bien që nuk e kuptoj qëllimin e tij se ku do të arrijë me Bien, që as nuk e kuptoj njëri tjetrin dhe as nuk kanë ndonjë lloj kimie për të pasur një marrëdhënie. Prisja shumë nga ai, se është një fytyrë shumë paqësore, shumë gazmore, si një fëmijë i vogël, kurse të tjerët i shikojnë në gjumë dhe jo shumë të përfshirë dhe jo me ndonjë lloj interesi. Tani do të shikojmë këtë dramën e re që lindi i shkurta dhe Labi, se Labi është i llatarshëm për drama, për situata, pra kemi Albon, kemi edhe Labin, të dy do të jenë në konkurrencë, se kush do të jetë më shumë meme në rrjetet sociale apo kush do të shkaktojë më shumë debate në shtëpi. Mirë po Bia, duat ndalën pak te Bia, si duket loja e saj brenda shtëpisë? Për disa ajo është e sinqertë në ato që bën, edhe pse për mua ajo e ka lojën në humbur, se publiku as nuk e kupton dhe as nuk e interpreton dot ato, le të themi, mendime që ka Bia, se dhe ajo e ka të vështirë të komunikojë në gjuhën shqipe. Pra, thjesht po shikojmë ekspozimin e saj të tepruar që bën edhe veprime siç i bën në OnlyFans, pra një lloj pornostare nga Bia, nuk mund të presësh përpose asaj që ajo bën në jetën e saj reale, ka mungesë gjuhën shqipe, nuk komunikon dot dhe nuk e di se sa do të zgjasë ky rrugtimi i saj në këtë formë. Mirë po, si e shef faktin që ajo pothuajse shumë pak flet shqip. Si e shef faktin që një banore në Big Brother të flas shumë pak shqip, do shta dhe mos të mirët vesh fare. Shumë herë. Po janë në Big Brother do të vi edhe një italian, i bie që do të megjithatë është situata mendoj ndryshe, sepse është një shkëmbim banorësh me një shtet tjetër. Ndërkaq ky është i kontent i krijuar nga vetë vendi jonë, nëse mund të them kështu.
Nuk e di se çfarë kanë menduar produksioni për të futur një banore nga Rumania që di pak sa fjalë shqip, 2-3 fjalë dhe fjala, komunikimi është tepësor në ato lojë se me fjalët ti do bësh debate, do tregosh çfarë ti mendon dhe gjithçka. Dhe nuk e di, ndoshta realisht nuk e gjej dot arsye se për çfarë është dashur bia në ato shtëpi. Nuk e gjej ende. Si e sheh këtë raportin e saj me banorin ndjesur? Po. E thash, e shikoj shumë të çuditshëm se është fokusuar shumë toni edhe pse kamrat e kapin ato shikime që ka me Elionën, në rrjet ka një lloj ngacmimi që ai mund të ketë një raport me Elionën, por duke qenë që Eliona është 18 vjeçe dhe vajza e tij është 12, besoj që kjo diferenca e moshës ndoshta e pengojnë për të pasur një lloj kimie apo për të pasur një lloj raporti, por deri më tani ato shikimet, ato ngacmimet janë parë dhe do të shikojmë nëse do të ketë një lloj zhvillimi apo Toni do të vijojë ende me bian që për mua më duket absurde dhe po humbet lojën e tij dhe mbrëm në prime e pam që nuk u përfshi fare, nuk foli, përveç se dha ato 2 emrat për nominime, pra ishte inexistent në prime ku ti do të jesh i gjallë, duhet të kesh dinamika dhe duhet të tregosh veten tënde. Ishim dalë pak tek Olta dhe te Leonora shkurt. Si e ke pa deri tash opinionin, analizën e tyre, gjykimin, gjithçka rreth karshi banorëve? Olta ka marrë pozicionin tamam si opinioniste, po komenton çdo gjë, po jep opinionet e mira pse radhe, po pëlqen edhe pse ka një lloj përkraje kundër Hygertës për të arritur edhe për ta bërë faktorizim në lojë. Nga ana tjetër, Leonora shumë e ngurtë, shumë le të themi nuk e di, një lloj Leonore që do doja që ta shikoja më të shkrifët në opinionet e saj, edhe pse është eksperiencë e saj e parë sigurisht është e kuptueshme, por brëm plasi në vaj duke treguar edhe një herë tjetër ato plagën e saj për fëmijët që është shumë e sikletshme ku është kjo pjesë e një artiste si ajo që ka vite në skenë, do doja më të shkrifët dhe të mos mbaj atë pozicionin e një lloj dive të ngurtë për të çlirohet edhe të jetë ndoshta nuk i shikon mjaftueshëm Big Brother për të dhënë opinione dhe mendime më të sakta si Olta, që ndryshe nga viti i shkuar, po e shikoj më profesionale, më ngacmuese dhe më të drejtë për drejtë dhe më në terrenin e saj dhe kjo gjë është e dukshme në krahasim me Leonorën. Redion, çfarë ke për të na thënë çka unë nuk të pyeta? Sigurisht që me shpresën që herën tjetër të kemi edhe në studio, nëse jo në studio të lidhemi prapë bashkë edhe ta komentojmë, jam bërë më shumë ofër, nëse zgaboj 30 minuta prej që jemi duke folë për Big Brother edhe shihet që do të thotë kemi për çka të folim tutje. Patjetër që po, Big Brother është një format që edhe audienca ka interes për ta ndjekur dhe ka shumë materiale për të folur, ndërkohë që të gjithë e dinë që unë e kam në shpirt atë format e dua shumë, por do doja që të ndalesha tek diçka që nuk më pëlqen edhe pse Klodi po ngatrohet me një lloj video që po bëhet në rrjete, me një lloj kimie të çuditshme me lëndrimin, nuk e di se çfarë mendojnë të tjerë që e shikojnë atë emision, e shikoj shumë të bukur friendly, dy njerëz që kanë të njëjtën vibe, të njëjtën energji ngacmuese, që bëjnë humor në shtëpi, që bëjnë ato gallata duke imituar dyshën e famshme Benita Alba, pra ka një lloj gazi, ka një lloj adrenaline në ato shtëpi që të dy djemt po japin në mënyrë shumë të bukur dhe më çuditi mbrëm dhe lëndrimin ato përballje që kishte me Hygertën, pra deri më tani dy kundërshtarët e dy grupeve që mund të formohen mund të jetë Hygerta, pra do të kemi dy përplasje brezash. Duket gjykim, nëse mund të them kështu, ose mendimi gabuar nga publiku, fakti që i kemi pa gjatë ditës së djeshme komentet për shoqërinë e lëndrimit me banorin tjetër? Me Klodin, por nuk e di se ata janë shumë friendly, nuk e di se ku duan të dalin, pra duan të dalin se mund të ketë një lloj kimie midis tyre përporse miqësore. Nuk e di, kjo mbetet për të parë, po siç u shprehet do të kemi pra një lloj përplasje brezash, kush janë ata që do të shkojnë tek Hygerta që të jep atë stabilitetin në lojë, atë qetësinë, atë thjellësinë, atë analizën e saktë,
kurse të tjerë që do t'jenë me lëndrimin që është ajo energjia, ajëriu që ngacmon, provokon, krijon situata edhe pse bullizon pak qesh për qesh. Pra do të kemi këto lloj dy përplasje të dy brezave që gjithmonë kanë qenë në Big Brother, edhe pse në Big Brotherin e Kosovës fituesit kanë qenë gjithmonë të rinj, edhe pse stresi është pak sa më i madh se lumi edhe si driloni, por do ta shikojmë se nëse edhe këtë herë opinioni apo dhe publiku do të jetë për një fitues që do të jetë paqja mbi tokë, pra një fitues i mirë që më pas ku del Big Brother e pam të gjithë dramën që zhvilloi Driloni që tani ka humbur nga faqja e dhe nuk po duket. Pra, kjo lloj manie ndoshta për të pasur një lloj fituesi të qetë, të kulturuar, nuk duhet të vlejë më, por duhet mbështetur dhe duhet votuar një lloj banori që sjell një energji në shtëpi, që sjell debate, që sjell protagonistën që është lojtar, që i lëviz të gjitha ujërat, edhe pse është shumë herët për përcaktuar se kush do të jetë fitues, se jemi në 10 ditën e parë të Big Brotherit, por gjërat shikohen që në fillim edhe shikohet se kush e ka nisur atë vrrullin dhe shikohet kush ka qëndruar pas dhe do ta jetoj këtë Big Brother, pra sa kohë publiku do ta mbajë në lojë dhe nuk do të cilli asgjë ndryshe, por do të shikojmë nëse do të ketë hyrje të reja dhe kjo hyrje e labit çfarë do të shkaktojë në shtëpi, që e kam cilësuar si një lloj drama dhe në një sondazh që unë bëra në Instagram se kush do të jetë drama e këtyre ditëve, do të jetë Alba apo Labi. Sigurisht që masa më e madhe ishte për Labin, me shumë interes pres që ta shikoj, edhe pse kemi pasur një lloj le të themi gritje me të, por un jam i drejt për drejt në atë që komentoj. Do ta shikojmë nëse do të bëj protesta në ato shtëpi, do të ketë debate të forta, do të sjellë reagime, kundërshtime, sulme. Nuk e di se çfarë forme tjetër do të sjellë Labi, por posa ato që i kemi parë në për emisione, duke qenë edhe një lloj gjithologu, duke dhënë mendime për tema të caktuara, duke kritikuar, duke sharë kolegët, nuk e di nëse do ta ketë guximi dhe kurajë për të përmendur me emra. E nëse do t'i thotë X filani, atëherë për mua është e pavlerë që ai të ndaj histori nga jashtë, se i bie që mund të ketë të sajuara ose nuk e ka të guximi dhe në një lojë nëse nuk ke guxim, publiku nuk të mbështet. Redion, të falenderoj shumë. Turoj një ditë mbarë dhe presim prapë kështu virtualisht në #Gjesi. Patjetër që po, për mua jeni si një lloj shtëpie, jo vetëm ju, po të shtata e ka atë energjinë që më bën si në shtëpi dhe kjo ngrohtësi është shumë e mirë dhe ju falenderoj. Sigurisht jemi mirë se ardhur çdo